siç thash dhe më përpara, gama e sëmundjeve reumatizmale është shumë e gjerë, që do të thotë dhe prezantimi apo shqetësimet që pacientët manifestojnë varet shumë nga lloji i sëmundjes. Ajo që është në rregull të fundit është që shumë sëmundje i shpëtojnë atij prezantimit klasik. Do të thënë sëmundjet janë bërë më të nxehta. Pra nuk shfaqin simptoma, nuk janë ato tipiket, klasiket që ne presim apo siç janë përshkrimet në libra. Kanë filluar, do të thënë, që me shenja më atipike, më pak klasike. Por sigurisht, shqetësimi kryesor që i sjell pacientët për të kërkuar vëmendjen mjekësore është dhimbja. Analizimi i dhimbjes, karakteristikat e saj, mënyra se si shfaqet, me çfarë lidhet, na ndihmon sigurisht për të kanalizuar drejt diagnozës së duhur. Dhimbja është një këmbane alarmi që diçka në organizëm nuk funksionon siç duhet. Por nga ana tjetër, dhimbja është një eksperiencë subjektive. Do të thënë, pavarësisht se mbart një është e vështirë dhe e vuan pacienti, ne nuk arrim dot ta masim, ta shohim, ta prekim. Nëse për probleme të tjera shëndetësore, ne kemi të dhëna laboratorike që na ndihmojnë për t'i kuantifikuar, për dhimbjen kjo nuk është e realizueshme. Në këtë kuptim ne mund të themi që dhimbja thret, por është memece. Dhe në këtë kuptim dhimbja është e diskriminuar. Pavarësisht kësaj, ne kemi bërë plotësor pafund për të arritur që të kuptojmë dhimbjen, të shkallëzojmë dhimbjen, që të na ndihmojnë për të kuptuar realisht ku qëndron dhimbja në pacientin që e vuan.